Gjykata e posaçme ka rrëzuar këtë hënë kërkesën e ish-ministrit Ilir Beqaj për zvendësimin e masës sigurisë. Beqaj kërkoi lirimin nga qelia duke ofruar një garanci pasurore prej 20.000 eurosh, kërkesë e cila u refuzua. Beqaj ndodhet në burg që prej 4 korrikut të vitit 2024. Hetimet e prokurorisë së posaçme për dosjen Saspak ngren dyshime se Beqaj, gjatë kohës që drejtonte këtë agjenci në vitet 2022-2023, ka favorizuar prokurime fiktive për projektet e EUSAIR. Sipas organit të akuzës, tenderat realizoheshin vetëm në dokumente dhe fondet e Bashkimit Evropian përfitoheshin në mënyrë të paligjshme përmes një skeme kompanish të lidhura me të. Ndaj tij rëndojnë disa akuza, duke përfshirë korrupsionin pasiv, shkeljen e barazisë në tendera, falsifikimin e dokumentave, mashtrimin dhe fshehjen e pasurisë. Paralelisht me këtë çështje, ish-ministri ka ankimuar disa herë masat shtrënguese dhe i është drejtuar edhe gjykatës së lartë me një letër zyrtare, ku pretendon se të dhënat digjitale në dosjen e tij janë marrë në formë të paligjshme dhe se mbi ato prova askush nuk mund të shpallet fajtor. Ndërkohë për dosjen tjetër, atë të sterilizimit, gjykata ka vendosur që Ilir Beqaj të gjykohet veçmas për veprat penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe grupi strukturuar kriminal.